Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. Sepse Zoti është i drejtë, ai e do drejtësinë. Njerëzit e drejtë do të sodisin fytyrën e tij. Psalmi 11, vargu 7. A nuk është ky një varg i mrekullueshëm? Vetëm meditoni për të për një moment dhe lutuni sipas tij. Sepse Zoti është i drejtë. A nuk është ky një lajm i mrekullueshëm? Zoti është i drejtë. Çdo vepër e Zotit është e drejtë. Po sikur kjo të mos jetë e vërtetë, po sikur Perëndia, krijuesi i plot fuqishëm, sovrani, sunduesi dhe mbajtësi i gjithçkaje të ishte i keq, lavdi Perëndisë që Zoti sovrani i tokës është një Perëndi i drejtë dhe çdo gjë që ai bën është e drejtë. Zoti është i drejtë, ai do veprat e drejta. Ndërkohë që mendojmë për jetën tona, a nuk duam që ne të jemi të drejtë? A nuk duam edhe ne të bëjmë atë që është e drejtë, të mendojmë atë që është e drejtë, të dëshirojmë atë që është e drejtë, të veprojmë me drejtësi? Ndërkohë, Perëndia i do veprat e mira. Jezusi është i vetmi që është me të vërtetë i drejtë. Vargu në Psalmin 11 na drejton të lutemi për vepra, mendime, fjalë të drejta në jetën tonë, duke ditur që i drejti do të sodis fytyrën e tij. Këtë e dëshirojmë më shumë se gjithçka. Këtë i kam kërkuar Zotit dhe këtë i kërkoj, që të mund të banoj në shtëpinë e tij, që të mund të sodis fytyrën e tij. Shpirtrat tanë janë krijuar për të gjetur kënaqësi duke parë, duke dashur dhe duke njohur Perëndin. Duke qenë kështu, si mundemi ne ta shikojmë, njohim dhe duam Perëndin nëpërmjet drejtësisë? I drejti do të sodis fytyrën e tij. Tani sfida është të kuptojmë se jo gjithmonë jemi të drejtë. Ne nuk jemi si Zoti. Ne mendojmë në mënyrë të padrejtë. Ne themi, dëshirojmë dhe kemi veprime që janë të padrejta. Pa nuk është kjo e bukura e Ungjillit, që Jezus Krishti, i drejti, erdhi dhe jetoi një jetë pa mëkat. Ai jetoi një jetë plotësisht të drejtë dhe vdiq në kryq për të mbuluar të gjitha mëkatet tona, të gjitha padrejtësitë tona. Ndërkohë ai është ngjallur nga të vdekurit. Çdo kush që beson në të, Zoti e shesi të drejtë në Krishtin. Biblia na drejtohet kështu. Perëndia e bëri atë që ishte pa mëkat, të jetë mëkat për ne, në mënyrë që të bëheshim të drejtë. E gjithë lavdia i qoftë emrit tënd, Perëndi, për Ungjillin. Ne të përlëvdojmë ty o Zot, sepse ti je i drejtë. Ne të përlëvdojmë ty për drejtësinë tënde. Ne të përlëvdojmë ty, çdo gjë që ti mendon dhe bën është e drejtë. Ne të përlëvdojmë ty sepse çdo fjalë jote është e drejtë. Ne të përlëvdojmë ty se ti do veprat e mira dhe urren të keqen. Dhe ne rrëfem para teje, edhe një herë Perëndi, se jemi njerëz të padrejtë dhe çdo gjë që bëjmë është e padrejtë. Ne kemi mëkatuar kundër teje në aq shumë mënyra. O Perëndi, po rrëfem dhe një herë përpara teje padrejtësinë tonë që është brenda nesh. Dhe në të njëjtën kohë ne të përlëvdojmë ty, ne të përlëvdojmë ty Jezus, i vetmi i drejtë që morë mëkatin tonë mbi vete, në mënyrë që tani, nëpërmjet besimit në ty, ne të quhemi drejtësia e Perëndisë, që ne të mund të numërohemi të drejtë, të drejtësuar përpara teje. O Perëndi, ne të përlëvdojmë për hirin dhe mëshirën, që në të vërtetë nuk e meritojmë, se ky hir, edhe kjo mëshirë hapi dyert për të soditur fytyrën tënde, dhe se si nëpërmjet lutjes mund të kemi bashkësi me ty. Kështu ne lutemi në bazë të kësaj drejtësie të blerë me gjak. Na ndihmo o Perëndi, të jetojmë plotësisht në këtë drejtësi. Na ndihmo që mendimet tona të jenë të drejta sot, që dëshirat tona të jenë të drejta, fjalët tona të jenë të drejta dhe të pëlqyeshme përpara teje, qëllimet dhe veprimet tona të jenë të drejta dhe të pëlqyeshme përpara teje. Ne duam të sodisim fytyrën tënde. Na ndihmo të ecim me miratimin tënd. Ne duam të bëjmë të njohur këtë lajm të mirë tek të gjithë ata që na rrethojnë, te të gjithë njerëzit nëpër botë. Perëndi, ne lutemi sot për fisin Halban në Indi. Gati 1 milion prej tyre nuk janë ndjekës të Krishtit. Ata nuk e dinë se si të drejtësohen nga gjaku i Krishtit. Ata janë në mëkatet e tyre, në një shteg që të çon në agoni të përjetshme. Ata nuk kanë dëgjuar kurrë për dashurinë e Perëndisë, se si ai ka paguar pagën e mëkatit për të gjithë ata që besojnë në të. Ne lutemi për përhapjen e Ungjillit në fisin Halban dhe në Indin në përgjithësi. Gjithashtu ne lutemi për njerëzit përreth nesh, si mëkatarë të blerë me gjakun e Krishtit, të cilët janë bërë të drejtë para teje. Na ndihmo të drejtojmë të tjerët në drejtësinë tënde.
Ne të përlëvdojmë ty, o Perëndi, për drejtësinë tënde, për mënyrën se si ti na quan të drejtë në Krishtin, për privilegjin e të soditurit të fytyrës tënde. Ne lutemi që të na bësh më shumë të ngjashëm me ty në çdo aspekt të jetës tonë, që të na përdorësh sot për të drejtuar të tjerët në përjetimin e drejtësisë që është në ty, Jezus. Në emrin e Jezusit lutemi. Amen.